Shyhrit e Behluli për lutit e gjithë me urimin që bëri për të bijen e saj, me rastin e fejisës së Ingjit. Shyhrit e Behluli është një nga këngëtarët me aktive në vend, si me projekte të reja muzikore, ashtu edhe me postime të ndryshme në rrjetet sociale. Ajo ka krijuar fansa të shumt që nga fillimi i karrierës së saj e që nga atëherë ndjekësit e përcjellin në çdo hap të saj jetën profesionale dhe private të këngëtares. Nga kjo famë madhështore e këngëtares kanë përfituar edhe fëmijët e saj, ku edhe ata komentohen mjaft shumë në mediat roz. Së fundmi është fejuar vajza e këngëtares Shyhrit e Behluli, Enxellushe Salihu, e cila me një ceremoni mjaft private celebroi fejisën e saj me mergemrizën. Ingji ka pranuar urime të shumta nga miq, familjar e ndjekës të shumt, por urimi i nënës së saj Shyhritës ishte ndër me të veçantit për të. Urime fejisën o yje, duke e shoqëruar me një zemër dhe një foto ku shihen Ingji së bashku me prindrit e saj, Shyhritën dhe Lulin. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.